Miq të Stopit, përshëndetje. Rasti që do trajtojmë sot është rasti një shqiptari i cili jeton në Itali dhe do të njohë martesën e tij në shtetin italian. Për këtë arsye ka gjeneruar një certifikat nga Albania, por në Itali ka një problem. Më duhet një certifikat martesë që të rezultojë këtu në Itali që ishe i martuar. Aplikohet e kia Albania, bëra një certifikat martese, e përktheva, e legalizova dhe e bëra me apostile. Po puna është këtu ku jetoj në zonën e Riminit, si komun San Giovanni Marignano, ku jetoj në Rimin, nuk i nje certifikatet e reja, këto elektroniket nuk i nje. Do që të flasësh me konsulatën, këtu që kemi në Rom apo në Milano, nuk ka një numër, nuk ekziston një numër telefoni. Që të marrësh dikët të flasësh edhe bie që ai t'i jap një farë drejtimi, si të veprosh. Komuna këtu nje vetëm ato të vjetrat, po ato të vjetrat tek gjendja civile nuk ekziston se do të aplikosh gjithmonë me Albania. Atëherë si bëhet? Ndërkohë i bie që unë për të ardhur të marr një certifikat do të vinë në Shqip të lë punën këtu ja. Të vinë në Shqipëri të marr një certifikat, nëse më japi me vultinjom, sepse po atëherë i Albania për çfarë? Ky është një problem që e kanë të gjithë shqiptarët në këtë zonën tonë në Riminin ku jetojnë. Stres, humbje kohe e kosto ekonomike. Kërkojmë ndihmën e emisionit Stop që të ketë një zgjidhje për këtë problem.